nuk mund të ketë veprime të tilla, të cilat duke ditur që bashkëveprimi i komunitetit ndërkombëtar, mungesa e vëmendjes tyre për të rritur sensibilizimin, siç është bërë në ndonjë radhë, ka munguar, atëre ky proces është në interes të popullit, të partive politike që të vazhdojë. Kemi parë në Vlorë, e cila një Vlorë që për mendimin tim ka një vot proteste sot. Ka një vot proteste sepse i shikon zgjedhjet të cilat nuk përfaqësojnë vullnetin e tyre. Pak muaj më përpara kam parë kryeministrin që ka shkarkuar gjithë drejtorët dhe ka detyruar edhe kryetarin në bashkisë të jepte dorëheqje. Atëherë pse duhet zgjedhin këta qytetarë përfaqësues të tyre kur një pushtet tjetër i cili te i kalon të drejtat që i jep kushtetuesja bën vet. Pra kemi një vot proteste të papranueshme që vlonjatët nuk mund ta pranojnë që të jenë plastelin e estetikës së kryeministrit për të bërë si doj në ato rilindjet urbane të tij, të cilat fillojnë që nga shpenzimet maramënse prej $2 miliardë që ishin në rilindjen urbane të parë edhe deri në heqjen e karikave dhe të tendave, të cilat ishin tregonin një vizion mjeran të një kryeministrit i cili kërkon të bëjë vetëm lëvizje bosh për të mbetur në skenën politike dhe prezent në opinionin publik. Prandaj, kjo ishte e para. Së dyti, në mat ku doli një përfaqësues tjetër i partisë politike dhe do lënë jashtë nga skema për të fituar zgjedhjet e tyre, shikojmë dy fenomene. Fenomenin kryesisht negativ që ka shoqëruar shoqërinë shqiptare, çështjen e patronazhistëve, njerëz të cilët banin shënim në çdo qendër votimi me bllok në dorë kush ka votuar dhe për të marrë një informacion më të plotë, gjë që tregon që partia në pushtet Rilindja nuk shkëputet nga ideja e veprimtarisë si një bandës, edhe patronazhistët një band janë në këtë funksion, në funksion të një partie politike që kërkon të mbajë në mënyrë të pajustifikueshme pushtetin e saj me të gjitha mënyra. Këtë po e shikojmë në mat ku përfaqësuesja e Partisë Socialiste ish përgjegjësia e gruas ka marrë pjesë në një zgjedhje paralele me kandidatin e aprovuar nga liderat e Rilindjes. Kurse në Berat është sigurisht funksionojnë të gjithë skemat e mëparshme, ashtu si dhe në përmet, por ajo që bie në sy zoti Parusa, për mendimin tim, është një pjesëmarrje shumë e ulët e njerëzve që tregojnë këto gjëra. Së pari, mungesën e besimit te zgjedhjet si institucion të gjithë qytetarëve shqiptar, qofshin këta edhe nga pjesa e Partisë Socialiste, domethënë një mosbesim. Së dyti, një regjim i konsumuar tashmë dita nga dita me skandale të jashtëzakonshme, kur nuk po shikojmë asnjë përgjegjësi, jo vetëm morale, po as politike, as dorëheqje, po njerëzit që ndrojnë duke justifikuar sistemin e hajdutërisë të ngritur tashmë në majën më të lartë. Të gjitha këto tregojnë që këto zgjedhje janë bërë për hir të zgjedhjeve dhe atyre elementeve të cilët ne i bashkëbiseduam. E vërtet kjo, humbja